nuk janë vetëm pensione. Premtimet I kishte të mëdha ndaj dhe Syrikish duhet larguar përpara se sa të niste fjalën. Shumë faleminderit, ne faktikisht Buxheti për vitin 2026 ka numra të mëdhenj të fondi I pensioneve, por premtimin e parë e kishte me paratë 2025-s. Në radhë parë njëherë të gjithë pensionistët do të marrin eksaktësisht bonusin që kanë marrë dhe që ju është premtuar. Nga 2025-a, fjalët kaluan te 2026-a, këtë herë duke premtuar rritje progresive të pensioneve të plota. Dhe çfarë do të merrni në janar të 2026-s, do të dyfishohet në janarin e 2027-s, do të trefishohet në janarin e 2028-s, do të katërfishohet në janarin e 2029-s, e do pesëfishohet në janarin e 2030-s. Pensionet ka nevojë për më shumë kontribute dhe një zgjidhje duket se ka gjetur duke rritur sërish paga minimale, e cila fillon nga 1 janar 2025-s. Jo vetëm në sektorin publik, po dhe në çdo kompani dhe në çdo dyqan, paga minimale do të jetë 500 euro. Premtimet e Dirama I bëri gjatë takimit me antarësinë socialiste të njësisë 5, ku në krah kishte Ogerta Manastirliun, personin që zgjodhi për të zëvendësuar Rion Veliajn, por planin I aprishi gjykata kushtetuese dhe mëria me trupën duket se nuk I ka kaluar ende. Tani duhet zgjedhin, sepse kanë thënë që kryetari I bashkisë është në pamundësi ta ushtrojë detyrën, por nuk mund të bëhen zgjedhje sepse ai është kryetar bashkie. Okej, jepini mundësinë ta ushtrojë detyrën, bukur, kur të vi atje që të kërkojë të lirohet, që të vazhdoj detyrën, shpresoj që gjykata kushtetuese t'i rri besnike vetes vet dhe t'i japë mundësinë të vazhdoj detyrën. Në aritmetikës. Takimet për buxhetin kreu I qeverisë njoftoi se do të vijojë edhe në njësitë e tjera administrative.